Shikues të nderuar, përshëndetje, gjendemi sërish në bibliotekën tonë për të njohur edhe me titujt e tjerë, ashtu siç kemi vepruar edhe javëve të tjera, duke filluar nga ajo se nëpërmjet librit të njohim të vërtetën, e jo nëpërmjet të vërtetës se njohim librin, me qëllim që të ngrisim vetdijet tonë kombëtare, fetare e tjerë, me shpresë se të pëlqejnë titujt që do të paraqesim përpara jush, me qëllim që t'i lexoni e t'i shfletoni. Libri I parë për sonte është Manueli diagnostik I otorinolaringologjisë nga autorët Michael Hauck, Brian Menkham, Heinz Stamberg dhe Bruce Benjamin. Michael Hauck, profesori otorinolaringologjisë në Universitetin e Toronto në Kanada. Brian Benkham, lektor senior nderi I otorinolaringologjisë, Universiteti I Glasgow, kirurg, konsulent në ORL. Pastaj Heinz Stamberger, profesori otorinolaringologjisë në Universitetin e Graz të Austrisë. Bruce Benjamin, profesor klinik I otorinolaringologjisë në Universitetin e Sydney të Australisë. Ky manual I kushtohet kujtimit të Dr. Karl Storz, pa interesim, inkurajim dhe mbështetje në të cilit nuk do të ishte bërë I mundur krijimi I këtij teksti të ilustruar, për të cilat nevojitishin edhe fotografitë endoskopike me ngjyra të cilësisë së lartë. Vendosja çdo diagnoze është një detyrë profesionale komplekse, e cila është pararendësja e detyrueshme e trajtimit të arsyeshëm të procesit së sëmundjes. Në të kaluarën, ekzaminimi I veshit, nazofaringut, orofaringut, laringut dhe ezofagut vari kryesisht mbi ekzaminimin me sy të lirë. Ky manual kryesisht është përgatitur për operatorët e përgjithshëm, personelin e infermierëve dhe për studentët e mjekësisë. Përmbajtja është veshi, aukikulat, kanali I jashtëm I dëgjimit dhe veshi I mesëm, pastaj hunda e jashtme, kaviteti nazal, muri nazal, lateral I sinuzit, polipet, pamja jashtme, postoperative e tjerë. Kaviteti oral, buzët, dhëmbët, gjuha dhe orofaringu, laringu dhe pastaj qafa. Titulli origjinal I librit është Diagnostic Handbook of Otorinolaryngology, nga anglishtja e përktheu Dr. Ilir Ali Mehmeti. Titulli I dytë për sonte është Psikologjia e zhvillimit, një vështrim për mbledhës nga autori Lulzim Murtazani. Fillimisht prezantohet historiku I zhvillimit të individit gjatë gjithë ciklit të jetës, gjithsesi nga lindja, fëmijëria, adoleshenca, mosha e pjekurisë dhe pleqëria. Do të merren në shqyrtim qasjet e përdorura për të kuptuar dhe përcaktuar faktorët gjenetik dhe mjedisor që ndikojnë në zhvillimin e individit. Gjithashtu përqendrohen në zhvillimin e sjelljes sociale të fëmijës, marrëdhëniet me të tjerët dhe pjesëmarrjen në shoqëri. Më pas do të ekzaminohen zhvillimet nga adoleshenca deri në pleqëri, siç janë pjekurinë e parë, moshën e mesme dhe moshën e shkuar. Së fundi në diskutimin për moshën e pleqërisë do të shqyrtohen lloje të ndryshme fizike, intelektuale dhe sociale që ndodhin si rrjedhim I procesit të plakjes. Punimi përmbyllet me një diskutim mbi mënyrat se si njerëzit e përdorin veten për fillimin e fundit të jetës. Punimi përmbyllet me një diskutim mbi mënyrat se si njerëzit e përgatisin veten për fillimin e fundit të jetës. Libri është I ndarë në 12 kapitull. Përmbajtja është kapitulli I parë përmban çka studion psikologjia e zhvillimit, nocionin mbi zhvillimin, kapitulli I dytë përmban trashëgimia dhe mjedisi dhe zhvillimi I paralindjes,
Pastaj kapitulli i 3 përmban karakteristikat e zhvillimit paranatal, kapitulli i 4 zhvillimi fizik, kapitulli i 5 zhvillimi kognitiv, kapitulli i 6 zhvillimi i të folurit, kapitulli i 7 zhvillimi emocional dhe social, kapitulli i 8 përmban zhvillimin moral, kapitulli i 9 përmban zhvillimin të personalitetit të fëmijës, kapitulli i 10 përmban lojat të fëmijët, kapitulli 11 adoleshenca dhe kapitulli 12 përmban moshën e rritur. Recenzent janë Neki Juniku dhe Fatbar Dhagjini. Lektor është Selajdin Saliku dhe redaktor Sami Beqiri. Titulli i tretë për sonte është nga letërsia botërore Don Kishoti i Manchës nga Miguel de Cervantes. Këto lloj historish e idealizonin kalorsin i cili vriste dragojnë, monstra dhe ushtri të pafund me armiqesh. Gjithnjë heroi kishte një dam e cila betohej përjetësisht për dashurinë e tij, pasi heroi kishte shpëtuar nga një situatë pa shpresë. Në Spanjë këto romane flisnin për komandante që kishin luftuar kundër hordhive arabe. Pas zbrapjes së arabëve shumë, nga shtresat e mëparshme e fisnikëve, ngelen me kujtime që u vinin nga të tilla romane. Një pjesë e mirë e fisnikërisë spanjolle u larguan për në kolonitë e përte oqeanit, ndërkohë që një pjesë ngelur jetonin me kujtime heroike. Don Kishoti është bërë nga 3 sanksione të cilat na ofrojnë mundësi të mëdha për eksplorimin në nocion. Pjesa e parë që flet për ekspeditat e Don Kishotit funksionon si një parodi romantike. Në pjesën e dytë tregon ngjarjet e përditshme të personazhit, kurse duke shkuar ka fundi, Don Kishoti vdes ashtu i raskapitur dhe i lodhur, e shumë i penduar për gabimet dhe dëmet që i kishte shkaktuar. Në fund, pasurinë ja lën besës së tij, një qoftë se ajo nuk do të martohej me ndonjë që u beson kalorësve të aratisur legjendar që nuk lexojnë libra prej tyre. Tema kryesore e veprës është aventurat e Don Kishotit, qëllimi i tij për të bërë kalorës i famshëm ku ishte duke ndryshuar botën. Titulli origjinal është Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Ku po takohemi, vendos. Të gjithë po vinë Albafon, prandaj bashkangjitu edhe ti, mbaj numrin që ke dhe përfito nga çmimet dhe shërbimet më të mira. Fol Shqip, Albafon. Titulli i 4 është Nënat e besimtarëve nga Amar Khalid. Shpreset për të rregulluar shoqërinë ndodhet te gratë. Nëse ka shpresë për triumfin e muslimanëve, lidhet drejt për drejt me kontributin e grave. Këto fjalë nuk thuhen për të bërë qefin grave. Jo, kushdo që studion historinë e ummetit musliman, do të gjejë një rol dhe kontribut shumë të madh nga gratë. Ne duhet të ndërgjegjësohemi mbi faktin se Islami e ka nderuar dhe fisnikruar gruan. Ne duhet ta kemi parasysh faktin që personi i parë që ra në sejdë pas Muhamedit a.s. ishte grua. E para që besoi pas Muhamedit a.s. ishte grua. E para që filloi kryerjen e obligencave pas të dërguarit a.s. ishte grua. E para që u përgëzua me xhennet nga ummeti i Muhamedit ishte grua. Dëshmorja e parë në Islam gjithashtu ishte grua. Dëshmorja e parë nga sahabët që vdiq në kontinentin evropian ishte një grua. Allahu ka dhënë si shembull për besimtarët gruan e faraonit dhe Merjemen të bijën e Imranit, për faktin se disa nga gratë në kohën e pejgamberit ishin nënat e besimtarëve. Allahu në Kur'an thot: "I dërguari është më i afërt me besimtarët sesa ata për njëri tjetrin. Gratë e tij janë nënat e tyre." Siç janë Hatixhe, Zainabja, Aisha radhiyallahu anha e tjerë. Përmbajtja është nënat e besimtarëve: Hatixhe bintu Huvejlit, Zeude bintu Zama, Aisha bintu Ebi Bekr, Hafsa bintu Umar, Zeynep bintu Huzejme, Ummu Seleme,
Zeynep bintu Jahsh, Juwayriye bint Harith, Safiye bintu Hurej ibnul Ahtab, Ummu Habibe bintu Ebu Sufjan, Maria bintu Sham'un, Mejmune bintu Harith, e të tjerë. Titulli 5 dhe i fundit për sonte është e drejta detyruese nga Muriel Faber Manja. Obligimet të cilat dole nga autori i vetëm i ligjit do të jenë të lëna pas dore, me qenë se ato studiohen në lëndë speciale, por megjithato këtë njësoj marrin pjesë në rezultatet të aktit personal të kryer nga ai i cili është i detyruar. Burimet të tjera të obligimeve të detyruara nuk janë nga natyra e njëjtë. Mbetet se baraspesh, përkatësisht lëvizje e vlerave që ka për qëllim të rregullojë të drejtën e obligimeve të detyruara, mund të ndodhë në dy mënyra. Kjo gjen burimin e saj në dënimin e pësuar, por madje edhe në rrezikun vetëm nga ana e personit tjetër. Përmbajtja është gjerësia e përgjegjësisë kundërligjshme civile, origjina e përgjegjësisë delikte, funksionet e përgjegjësisë delikte, bazat e përgjegjësisë delikte, dënim i kompensuar, akti kundërligjor, shkak pasojë, fakti i gjërave, regjimet speciale të përgjegjësisë për arsye të gjerë, regjimi i përgjithshëm i përgjegjësisë për arsye të aktit të personit tjetër, garantime të veçanta për kompensim të dëmit dhe 3 lloje të kuazimarrëveshjeve e tjerë. Botues është Ars Lamina, përktheu nga gjuha frënge Afrim Selimi, redaktor Afrim Osmani dhe lektor Refadie Zene. Shikues të nderuar, ishin gjithë ati të përgatitur për këtë javë, ndaj deri në javën e ardhshme, miru pafshim.